Nëse Turqia është mike e Kosovës, atëherë pse miliardat e saj shkojnë në Beograd? Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan me 12 shkurt priti në vizitë zyrtare presidentit serb Aleksandar Vučić. Takimi i tyre u përshkrua si një hap drejt forcimit të stabilitetit ekonomik dhe strategjik mes dy vendeve. Por pas gjuhës diplomatike fshehet një realitet shumë më i heshtëm. Realisht Turqia po arrin të forcohet ekonomikisht dhe strategjikisht përmes politikave të saj të mençura në Ballkan. Menjëherë pas vizitës zyrtare, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e bëri një postim Facebook ku tregonte se si në vitin 2015 kanë qenë vetëm 100 kompani turke që kanë investuar në Serbi. E sot janë hiç më pak se 1500 kompani turke që kanë investuar në Serbi. E qarkullim total vjetor vetëm vitin 2025 ka pas hiç më pak se 3.5 miliard dollar. E në postim tregon ai se e synojnë targetin prej 5 miliard dollarëve në total. Përderisa në Serbi po investon në fabrika, po zhvillon ekonominë e tregtisë, e po hap vende të reja të punës, anën tjetër me Kosovën po e luan një politikë komplet tjetër. E Kosovës pra, po i shet sistemet të armatimit, po i ndërton xhamia dhe po i ofron bursa universitare studentëve kosovar nëpër universitetet turke. Kështu pra, ndikimi turk në Kosovë është shumë më shumë emocional dhe simbolik, ndërsa në Serbi është komplet ekonomik dhe strategjik. Një politikë shumë e mençur turke ku luan me dy karta. Paradoksi është shumë i qartë. Shqiptarët e sidomos Kosova, Turqinë e sheh më shumë si aleate historike, po në anën tjetër, Serbia është përfituesi më i madh i Turqisë në Ballkan.